Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditë zie, ndahet nga jeta në moshë të re artisti i njohur. Ted Turner, biznesmeni dhe artisti i njohur me famë ndërkombëtare, është ndarë nga jeta në moshën 87 vjeçare. Lajmi u konfirmua nga Turner Enterprise, duke bërë të ditur se ai u shua i qetë, i rrethuar nga familja. I lindur në Ohio dhe i rritur në Atlanta, Turner u bë një nga figurat më të fuqishme të medias, duke ndërtuar një perandori që përfshin kanale televizive, sport dhe argëtim. Ai ishte njeriu që solli për herë të parë konceptin e lajmeve 24 orë në ditë, duke lançuar CNN në datë 1 qershor të vitit 80. Një hap që ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si informohet bota. Përveç suksesit në media, Turner ishte edhe një filantrop, i njohur dhe themelues i United Nations, gjithashtu aktivist për çështje globale siç armatimi bërthamor dhe mbrojtja e mjedisit. Ai luajti një rol të rëndësishëm edhe në rikthimin e bizonëve në natyrën amerikanëve. Në vitin 1991, ai u shpall njeriu i vitit nga revista Time për ndikimin e tij në mënyrën se si njerëzit në mbar botën përjetojnë ngjarjet në kohë reale.